Përshëndetje nga unë Margarita. Së pari do desha të uroj të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu në Amerikë, gëzuar festën e Thanksgiving, paqe, harmoni dhe lumturi në familjet tuaja dhe një vit të mbar në vazhdim. Sot doja të diskutoja për zgjedhjen që ne mund të bëjmë në krijimin e një biznesi. Kur ne krijojmë një biznes, sigurisht do shikojmë se çfarë të mirash apo çfarë të këqiash na jep ky biznes. Dhe unë do doja t'ju pyesja, nëse ju do krijonit një biznes, për çfarë cilësish ju nuk do negocionit kurrë? Unë për veten time nuk do negocioja kurrë për vlerat morale, sepse për mua ka shumë rëndësi nëse ky biznes do krijoj tek unë cilësi të mira apo të këqija. Nuk do doja kurrë që të mos isha e ndershme në këtë biznes, të mashtroja njerëz dhe t'i krijoja vetes negativitet. Se sigurisht nëse ti do mashtrosh, sigurisht që njerëzit do të kundërvijen dhe do kesh vetëm negativitet. Asnjëherë mirë, e keqja do të ndjeki kudo. Sigurisht, nuk do doja asnjëherë që t'i bëja keq njerëzve. Prandaj dhe kjo ka shumë rëndësi, është pikë kryesore për mua. Nuk do doja asnjëherë që të krijoja një biznes që do më merrte mua lirim, që do më vidhte mua kohën time të çmuar dhe do më krijonte mua një punë që unë të lidhesha gjatë gjithë kohës si me zinxhir, duke qëndruar nga mëngjesi deri në darkë, sepse përndryshe nuk do kishte sukses. Nuk do ta doja këtë punë. Asnjëherë nuk do doja të kisha një punë që mua do më ulte vlerat dhe nuk do më ngrinte si person. Gjatë gjithë kohës dua një punë që unë të mësoj, të ngrihem profesionalisht dhe të jem e zonja dhe e suksesshme për veten time dhe për njerëzit e mi. Tani do t'ju bëj një pyetje. Kë do zgjidhnit? Një biznes fizik apo një biznes digital online? Unë tani do diskutoj të mirat dhe të këqijat. Biznesi fizik ka të mirën e vet sepse është i prekshëm dhe më i besueshëm. Biznesi online është i paprekshëm dhe më pak i besueshëm. Dhe kur ti i shpjegon njerëzve për biznesin online, në përgjithësi njerëzit nuk besojnë, sepse është diçka që ata nuk e prekin dhe nuk e shohin. Por, biznesi fizik, edhe pse është i prekshëm, ka shumë minuse të tjera. Biznesi fizik të kërkon të paguash qiran, të kërkon ta rregullosh, ta mirëmbash, ta rikonstruktosh gjatë gjithë kohës, përndryshe nuk do tërheqësh klient. Të kërkon të mbushësh dhe të bësh stok ti me mallra aty në dyqanin tënd që ti të kesh material, ti shesësh njerëzve. Kur ata ta kërkojnë, kur ata të kenë nevojën, ti duhet jesh i përgatitur. Minus tjetër është sepse biznesi fizik ty të lidh gjatë gjithë kohës, të mban aty. Kurse biznesi online vërtet ka një minus, që nuk është i prekshëm dhe njerëzisht është pak e vështirë ta besojnë. Por, të gjitha ata që janë afruar dhe kanë provuar, ja kanë parë të gjitha benefitet. Kanë parë se sa shumë fleksibilitet të jep ky biznes, se sa shumë liri, ti je e lirë të shkosh kudo dhe ta bësh këtë punë nga kudo. Ti je e lirë ta punosh këtë punë në të gjitha oraret që ti do dhe sa orë ti do. Pak minuta atje, pak minuta këtu, e merr me vete telefonin dhe e bën punën tënde
duke qenë edhe në autobus, duke qenë edhe duke ecur, të ndërton si njeri, të bën të jesh njeri i vlefshëm nga të gjitha anët. Pra, unë e zgjodha këtë biznes, unë e provova edhe biznesin fizik, edhe biznesin digital online. Me biznesin fizik isha 8 vjet. Fitova, nuk them. Por isha shumë e lidhur dhe tani që jam në biznesin online, unë tani shikoj ndryshim shumë të madh dhe shikoj që unë kam gjetur biznesin e ëndrave të mia. Unë kam gjetur atë që mua më mungonte, lirin time. Prandaj, një reflektim i vogël kërkohet. Një hapje i vogël duhet të hedhësh që ti të fillosh të besosh. Dhe pastaj çdo gjë do rrjedhi vetë dhe do ta kuptoni se sa shumë do t'ju ndryshoj jeta, siç më ka ndryshuar mua. Nuk ka nevojë që ju të sforcoheni se o bobo unë nuk di ta bëj këtë biznes, çdo gjë e ka zgjidhjen e vet edhe ata që nuk kanë eksperiencë mund ta bëjnë. Edhe ata që nuk kanë diplom për një IT mund ta bëjnë. Pra, ju inkurajoj ta shikoni dhe të mos nguroni dhe të mos friksoheni nga ky lloj biznesi. Dhe do doja t'ju kujtoja edhe ofertën, edhe disa ditë kanë ngelur ofertën e nëntorit. Nëse regjistroheni tani dhe bëni tani regjistrimet dhe kontratat, të cilat janë të gjitha të ligjshme, ju do fitoni 4 herë më shumë se sa ata që futen në fillim. Mendojeni këtë gjë. Më shkruani info ose regjistrohuni tek linku im www.margaritagjordeni.com ose www.margaritagjordeni.com. Ju mirëpres. Mirupafshim nga unë Margarita.